Prishtina ka shënuar fitoren në takimin kryesor të xhirës së dytë duke e mposhtur Hysin, skuadrën që në xhirën e parë kishte shënuar fitoren më të thellë në Superligë. Të dyja ekipet e nisën ndeshjen me kujdes të madh dhe të përqendruara në mesfush. Prishtina e mbante më shumë topin e pronësi, por pa arritur që iniciativën e saj të konkretizonte të paktën me ndonjë rast të mirë. Në anën tjetër, Hysi pati rastin e parë për të kaluar në epërsi në pjesën e parë, kur kapiteni Mentor Drella tentoi nga distanca, por gjuajtja e tij u prit me mund të madh nga portieri i Prishtinës Flamur Neziri. Më pas, në vazhdim të pjesës së parë, të dyja skuadrat patën disa gjysmëraste, por asnjë nga ato nuk u konkretizua dhe pjesa e parë e lojës përfundoi pa gola. Edhe pjesën e dytë Prishtina nisi më mirë dhe vazhdoi ta kishte iniciativën. Megjithatë, rastet për gol munguan deri ka minuta e 20 e kësaj pjesëloje. Në minutën e 67, pas këtij krosimi nga ana e djathtë, qendrësulmuese Astrid Fazliu shënoi golin e vetëm të takimit dhe i siguroi fitoren skuadrës së Ramis Krasniqit. Në minutat në vijim, iniciativa kaloi tërësisht në radhët e Hysit dhe ekipi i Bylbyl Sokolit u mundua me çdo kusht ta realizonte golin e barazimit. Më së afërmi këtij qëllimi ishte mbrojtësi Fisnik Papuqi, goditjen e të cilit e priti portieri Flamur Neziri, i cili edhe një herë u tregua vendimtar për skuadrën nga kryeqyteti. Hysi vazhdoi të dominonte deri në fund të ndeshjes, por goli i barazimit nuk erdhi dhe Prishtina arriti që sërish të fitojë 3 pikë të plota me vetëm një gol të shënuar.